Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si me vendos disa forma bazike në CorelDRAW. Po klikoj këtu, edhe pastaj, e zgjedha katroren edhe po e krijoj një trekëndsh kështu. Shikoni me lëvizje të lirë sipas dëshirës. Ndërsa, nëse klikoj CTRL edhe filloj me shtyp kështu, CTRL-ja më mundson me kriju katroren në këtë rast në dimensione proporcionale. Shikoni. Nëse e ke CTRL-ën, muj me e kriju sipas dëshirës. Po në qatë moment që e shtypi CTRL-ën tastier, kjo më mundson me kriju me dimensione të barabarta apo në mënyrë proporcionale. Nëse klikoj këtu, është rrethi. Edhe kështu nëse më e shtyp, kjo krijohet në mënyrë elipse. Nëse prap, nëse klikoj me CTRL, shikone, kjo krijohet në mënyrë proporcionale apo saktësisht krijohet rreth. Okej. Ndërsa, nëse klikoj këtu të shumë këndshë, njësoj, pa e shtyp CTRL-ën, muj me ngushtu sipas dëshirës. Ndërsa nëse klikoj CTRL-ën, kjo krijohet në mënyrë proporcionale. Shikoni. Ndërsa, kur e kam klikuar këtu, unë shfaqet opsioni sa kënde me i bo. Shikone, këtu muj me bo me 6, për shembull që këtë rast e kam me 5, tash po krijoj një tjetër, me CTRL, për shembull bëj me 6, edhe po krijoj një tjetër me CTRL, edhe po bëj me 3. Bëhet trekëndsh. Shikone. Ndërsa, nëse klikoj këtu të kjo shigjeta, unë shfaqen në disa opsione tjera, klikoj të ylli këtu, edhe pastaj, prap, pa CTRL, muj me kriju sipas dëshirës. Por në këtë rast, po shtypni CTRL-ën sepse ylli duhet mi pas dimensionet e sakta, kështu që me krijoj kështu. Nësa këtë rast, ylli është me 5, këtu muj me bo me 6, me 7, varet sa dëshirome, pra po këtena me 5. Edhe kemi këtu të ylli si tash me 5-6, ndërsa e kemi opcionin këtu sa mi bo theksume këtu këndet. Shikone, e rriti numrin, edhe bëhen këtu këndet më të shkurta. Më thonë varësisht prej dëshirës. Shikone.